Përshëndetje miq, sot po japim disa tipsa për sa I përket disa nga ushtrimeve klasike të barkut. Le të fillojmë me plank. High plank, ku dora është drejt lart. Qëndrojmë në këtë pozicion, gishtat janë të hapura në njëra tjetrën, pra ka distancë për të pasur sa më shumë bazament. Mundohemi që kyçi, bryli dhe pjesa e supit janë një vije drejt. Kontraktojmë muskujt e barkut dhe vitet gjithashtu duke I futur pak nga brenda. Mos e çoni vitën lart, mos e ulni dhe shumë poshtë. Pra vitja është një trajektore drejt me pjesën e qafës dhe shpinës. Fute barkun fort brenda dhe kontraktoje. Mundohu që pa shpërim. Ushtrimi tjetër është Russian twist. Si të marrim pozicionimin e trupit në Russian twist? Gjë e parë është hedhja e këmbës. E tjetra, duart I kemi poshtë pjesës së kofshëve dhe trupin thjesht mbrapa, por drejt. Kontraktojmë muskujt e barkut, kemi një ndjesi sikur muskujt e barkut mbajnë pjesën e lartë me të trupit dhe pjesën e poshtme të trupit, marrim një peshë mesatare ose të lehtë, qëndron në qendër dhe fillojmë të çojmë anash. Mundohemi që pjesa e mjekrës është një vije drejt me thorax, me pjesën e gjoksit. Nga shkon gjoksi është dhe pjesa e mjekrës. Kontraktojmë fort muskujt e barkut. Ushtrimi I radhës është shin hacks. Atëherë, mbajmë këmbët në tapet, ulemi poshtë dhe japim vrrull me pjesën e duarve duke çuar trupin lart, kontraktoj fort muskujt e barkut dhe futim nga brenda. Merr frym, kontrakto muskujt e barkut. Ky ushtrim bëhet më I vështirë në momentin që ne I çojmë këmbët sa më afër pjesës së vites. Nëse doni ta bëni më të lehtë, vëm një peshë në mes të dy këmbëve, në rast se këmbët tuaja nuk rrinë në tapet, ulemi dhe ngrihemi duke ngjeshur të dyja këmbët në njëra tjetrën. Kontraktoni muskujt e barkut. Një ushtrim tjetër është mountain climbers. Do jap dy versione të mountain climbers. Qëndrojmë si në high plank, kontraktojmë fort muskujt e barkut, futemi nga brenda dhe çojmë gjurin sa më afër pjesës së gjoksit. Nëse duam ta bëjmë ushtrimin ku duam të